Do. Shumë, jo 10 minuta se kemi harru fjalimin shpje dhe nuk i përballojmë do gjithë të minuta e nderuar drejtuese seancë 4. Po të këshime 4.5 atë kaluja klasën. Para një du të shpreh dhe ngushëllimet për atë tragedinë e Durrësit, patjetër si çdo njeri, patjetër që nuk mund t'i japim gjyrime politike, drame madhe, vetëm ata që e kanë në shtëpi mund të përjetojnë gjë të tillë. Por ama një pyetje do t'i drejtoj kryetar seancës, ministri i shtetit dhe shokut Taulant. Ore, Karakaçin e keni ministër vetëm me letra apo është me ministër me vërtet, Tobe Stavkullaj? Se më duket sikur jetojmë në dy lushje të ndryshme me kolegët e tjerë. Nuk e di, ndoshta ka një lushje tjetër, shikojmë të hapim letrat. Se nëse ka një aks rrugor që ka mi 10 të vdekur, është pushimi shoferit në lushnjë. Në qoftë se ka një aks bashkë me kthesën e Savrës, 10 të vdekur. Veprën e artit e kemi aty, ta mëngojë dy rruga nësore. Nuk janë tunel llogaraje, nuk duhen shumë lek. Dum shumë pak lek. Por që kurse në jetë dhe i them shokut Karakaç, qoftë se s'është ministër vetëm me letra, t'i argjojnë po patën lënë para arsën e tij në lekat me një syrtar, kanë rrunë në zarf pa marr, që vetja hedhi rrugë vendësore në Lushnjë. Së dyti, nuk e di, po të thua që kemi bërë shkolla, kemi bërë investime, kur shkollat e Lushnjës janë me banjot e fiku dhe kanë mutin gjut. Jure pat live në tregova fotografi, s'ka gjë, herë nuk ja u sjell dot, po muti me video ja u sjell prapë të themare. Ishte në gjut. Në gjithë shkollat. Po ti shko pastroj që se do ta them në parlament. Shko pastroje, se nuk mundet rrinë në atë lloj gjendje njerëzit, fëmijët. Jo, nuk mundet rrinë. Qoftë se çike të njurti. Po ata prindër që i çojnë ata fëmijët atje, pse nuk u të njohën? Se ti harxove 400 milion lekë për të Lushnjën, e do në zorra kategoria. Me 400 milion lekë, mas 100 vjetës Lushnjës që dalë e kategori 3, mas 400 milion ne për të hangë fara gjithë bashkia, për t'i bërë lekë rrushe kumla, me ato mund t'i si marrë lekë gjithë ata që përmytën, gjithë ata që i preku serat që i preku ngrica, edhe mund t'i si pastru gjithë kanalet e Myzeqes me ato lekë, që shku për kategori 3. E kuptona? Ja pa ndaj për tasëm në. Se këtu ka të kojnë pralla me shtylla elektrike. Ndërkoj që ata rrezikojnë jetëm ato Tobe Stavkullaj shtryes elektrike. Në gjoni dhe një të fundit bukur nga Lushnjë, qojnë selam. Na sollën ne se nuk ishte të fort Lushnjë, da e sollën na Shkodrën e Barun dhe policin bashkiake, kryetarën e policisë. Erdhi Jarani, na kërkoj pilaf. Dini gjep se hoqin Jarani, kërkoj pilaf. Po do pyetën e donte me lëng apo me shumë lëng. Pyetën i çik Jarani pse hoqin e puna. Bashkia Lushnjë, dashka pilaf Lushnjë, bravo Jarani. Se kishte marrur lushnjarët për policë edhe erdhi Jarani në Shkodër do të pilaf. Pyeti ku ti dërgoj mesazh Jarani. Pyeti Ardit, merr me këtë situatë. Se maskoj këta shokët tu, e vetëm e hoqër, mjaftuan me dorëheqje. Ja që ndodhë Lushnjë, që ta dish ti. Mos te për shtyllat e Karakaçit e për rrugët. E kupton? Po shikoni se 100 milion lekë vjetra do që të shpëtoj gjitha jo resortet e palasës, se nuk mjaftoj tuneli, se do kalosh për para të pushimi shoferit. Do 100 milion lekë vjetra që të shpëtojnë qindra jetë njerëzish dhe qarkullimit bëhet normal për të ardhur te Vlora jote ku je ti, se nuk vjen dot në Behar. Ja kaq, faleminderit.